Kapitulli, këtu mbaron. Me mua. Shërimi nuk është tradhti, është nderimi më i vërtet që mund të bëjmë para ardhësve tanë. Për breza me radhë kemi bartur histori që nuk janë tona. Dhimbje që si kemi zgjedhur. Mësime që kur nuk na takonin. Përgjegjësi që na janë vendosur mbi supe, pa na pyetur nëse ishim gati. Dhe le të themi të vërtetën, shumicën e herëve i kemi pranuar. Me heshtje. Me përulje. Me atë ndjenjen e pafajshme të detyrimit. I kemi shërbyer familjes tonë me dashuri, por shpesh me dashuri të verbër, sepse dashuria që lind nga fajësia, nga frika apo nga ndjenja e borxhit nuk është dashuri e lirë. Por sot ndalem. Marr frym. Dhe i kthej syt pas. Shikoj nënën, baban, gjyshërit e mëtej. I shikoj me dhemshuri, jo me hakmarrje. I shikoj me zemër të hapur, jo me inat. Dhe me zë të butë, por të vendosur, them. Kjo përfundon me mua. E them pa urrëtie. E them me falje. Por, mbi të gjitha, e them me dashuri. Sepse shërimi im nuk është një mohim i tyre. Shërimi im është një nderim i plot, i vërtet. Unë nuk dua të jetoj jetën time si një vazhdim i dhimbjes së tyre. Unë dua të jetoj si vazhdim i dashurisë së tyre, ashtu siç do të donin në thelb, edhe ata. Endaj, në këtë moment, zgjedh të them. Kërkoj leje nga paraardhësit e mi për ta bërë ndryshe. Ju shoh. Ju nderoj. Ju pranoj. Ju falenderoj për gjithçka. Por prer me dashuri lidhjet e padukshme që më mbajnë pas. Paktet e pavetdijshme, besnikëritë e verbra, mallkimet e përsëritura, betimet që më mbajnë të ngujuar, sekretet që më rëndojnë. I liroj. I çliroj. I jap fund. Jo sepse nuk ju dua. Por sepse, për herë të parë, po mësoj të dua veten. E në këtë çlirim, nuk shërohem vetëm unë, por edhe ju. Sepse liria ime është trashëgimia më e mirë që mund të le të jetoj përpara. Shpëtimi nuk është rebelim. Është kthim në burim, aty ku dashuria nuk detyron, por çliron. Fundi kapitullit. Të shërosh nuk do të thotë të ndahesh. Do të thotë të kthehesh me dashuri të vetëdijshme. Dhe vetëm aty nis trashëgimia e re.